Kujdesën, që dhe shkëlqen ma shumë të penalti dije që jam unë. Po. Pse ke bu emrin tënd? Se në qofë se në mes në herë shërda, përdin, kur në vetë dikush që ke emri veç që japin me gishtën, makallaj, përdin. A i kështë falë tradhtina i herë? Tradhtina jo kur. Pse? Se me fa tradhin, thash, veç pëse e kona asojna me dollë me dikë tjetër, më shumë ja fola, po. Po, nashta ka gabu. Po jo, mëse jem 500.000 qika tjera. A ke tradhuna herë? Valla gjithë dit. Çdo ditë apo pret me ta falë ajo ty? Ajo, unë jem unë. Jemi prej emisionit 05. Kemi dalë me apo do pyetje qytetarëve të Prishtinës. Pyetja jonë e para që po do na më anis, çysh është femra jote ideale për ty? Femra mi do shumë e bukur është. A kina e femra? Po sa dush. Çysh kallzo ma njërën prej tyve, çysh jeni njoftu se pas ke shumë tani na tregon për tjerat. Na, çysh jena shumë që jam njoftu me femra, valloj shumë kallaj. Tu e rrugës kot çështu veç hajt. A i fola, atë fola? E fola, e nguca pak. E nguce, qysh e nguce, me qëfar fjallë e nguce? Fjallën është shumë të koke e bukur. Qysh ta këthaj? Ma këthaj falem më dirët, edhe shtu të bolap të botë shku të vërpit e nëzuna. Pas ke shumë tatuja, po të shohëm, dënë qafë në përdor. A ka nëjë farë kuptimin këto tatuja? Apo ma tregon në njënën prej tymve kuptimin? Emri jam. Emri jo. Kurorja, Rita Marimongos, emët e prëndve, edhe emri popës. E pse ke bu emrin tënd? Se në qofë se në mes në herë shërda, përdin, kur në vetë dikush që ke emri veç që japin me gishtën, makallaj, përdin. E zinxhirin po ta shumë, po do këtë me konë shumë i shtrajt. Qëfar vlerë ka? Nuk e di as vetë veç doko që ashtu. Jo, tregona një vlerë. A i ki originale, a nuk e ki, se po do këtë me konë? Ja, falc. Përme, e në qafë, qëka ki aty, pas keni ëllë, qëka kupton ylli që e ke bo? Ylli pa parë. Po për qëka e ke bo ato? Kujdesën, që dhe shkëlqen ma shumë të penalti dije që jam unë. Po. Qysh reagun familja kur ti pan këto tatuja? Tatuat, normal që kanë reagu keq, po apë ato menim jam. Unë e vendosi për jetem e ju familja ose që është një. A keme bo tjera e ke lonë me që ka aq? O, kisë me atësot një. Qa keme bo, qa ke vendos? Komplet shpinën. Qa ke vendos me vizatua, me shkruna i sen, një luan? Po, komplet shpinën. Ka e more idem për me bo një luan? Po, veç e kumpojt në për story që e këshin qitë në përqaj. Po këthejmi prap të pjesa e dashnis. A i kështë falë tradhtina i herë? Tradhina jo kur. Sa? Se me fa tradhtina, veç pëse e kona asojna me dollë me dikë tjetër, më shumë ja fola, po. Po, nashta ka gabu. Po, jo, mëse jem 500.000 qika tjera. A ke tradhuna herë? Valla gjithë dit. Çdo ditë, apo pret me ta falë ajo ty? Ajo, unë jem unë. Qa kështë sakrifiku për dashuri? Valla gjithë shka. Një sen që po t'vja mendje qëtash, cili është? Valla të ka dhova gjithë shka kisha bo më konë që është e besushme edhe që më donë që du. Nëse shkon zgjedhja mes familjes edhe mes të dashurës, femnës, cilën e kështë zgjedh? Valla familjen. Familjen e kështë zgjedh. Bravo. Pse, qa po të vinë femrën. Tash veç që të ta jo që le familjen më mërë mu me mura të në, jo kur. A kina e rast me na e tregu, diçka na e rast interesant që t'ka ndodhë, edhe që e ma në mend, normal me të dashurën, diçka? Po tash ato jenë momentet mërkullushme. Po një, diçka që e me ndonë të nkohen me to. Valla nuk ka që i menoj normal, kum pasë momentet mira që kum kalu me dikën që kum dashtën. Po tash me anis mi kalëzu ato momente, bo më horë. Faleminderit shumë për intervistën.